Gjatë këtyre viteve ke parë diçka të përbashkët mes shqiptarëve dhe iranianëve? Në fakt kemi shumë të përbashkëta me iranianët. Përveç gjuhës, pra ne kemi mjaft fjalë të përbashkëta me Iranin, kemi edhe gjëra të përbashkëta, sepse ne në Shqipëri kemi bektashizmin, i cili beson në 12 imam, pra është një rrymë islame që beson në 12 imam, ku i pari për tyre është Imam Aliu. Po ashtu kemi dhe iranianët që ndajmë të njëjtin besim. Dhe duke qenë se ndajmë të njëjtin besim, pashtuar dhe faktin e Sultan Novruzit, që i themi në Shqipëri që është festa Novruzit në Iran, pra është viti i ri, Nowruz, dita e re. Këto dy faktorë bëjnë të mundur që ne të kemi shumë gjëra të ngjashme me njëri tjetrin, pa që nevojë që të kemi ngjashmëri në racë dhe në kulturë. Pra këto dy gjëra, pra Sultan Novruzit, po edhe besimi në 12 imam, bëjnë që ne të kemi shumë gjëra të përbashkëta. Po ashtu edhe gjatë sundimit osman, pa hyrë në analiza ka qenë mira, ka qenë i keqe, çfarë ndikimesh të mira apo të këqija ka pasur, dim që në kohën e osmanëve gjuha perse ka qenë gjuha letërsisë. Pra ka qenë gjuha e atyre personave që e mbanin veten për, le të themi, për aristokrat. Dhe normalisht ka ndikuar edhe në Shqipëri. Edhe kemi dhe Naim Frashërin, Sami Frashërin. Naim Frashëri ka shkruar madje edhe rregullat gjuhësore të gjuhës perse. Ka dhe një nga botimet e tij në gjuhën perse me poezi është Takhayulat, pra i titulluar në persisht. Pra kemi mjaft ngjashmëri kulturore me Iranin, kulturore fetare, të cilat bëjnë të mundur që ne të kemi këto ngjashmëri me njëri tjetrin pavarësisht se jemi raca të ndryshme. Nëse do kisha mundësi që të zgjidhje mes dy vendeve, Shqipërisë apo Iranit, kë do zgjidhe për të jetuar? Vetë fakti që jam kthyer në Shqipëri çfarë do të thotë? Që unë jam shqiptar, e dua Jo, vendin po tim. mund të jesh kthyer edhe si pasojë luftës, ëse po flasim në rastet kur atje nuk Pikërisht, në luftohet, rast se unë do është bëj paqe. Iranin më shumë, do të qëndroj në Iran dhe do luftoja, apo jo? Se logjika këtë tregon. Flas nga Ai jo vend, çfarë, jo këtë do më shumë. Jo këtë do më shumë, mos keq kuptove, se patjetër që do po. dua Shqipërinë, por në mundësitë që të ofrohen në Shqipëri, se ka njerëz shumë që jetojnë në Gjermani, Britani edhe vende të tjera, por edhe ata njerëz që duan Shqipërinë, por për të jetuar si pasojë e ofrimit mundësive, zgjedhin një vend tjetër përveç Shqipërisë për të jetuar. Pra e kam fjalën për aspektet që mundësi që ty të ofron për të jetuar, kushtet, jetesa. Dgjoj, unë në Iran një herë në 2 muaj paguaj ujë, drita, gaz 2 deri në 3 euro. Ndonjëherë edhe 1 euro. Pra për 2 muaj. Dhe drita, ujë, gaz pa ndërprerje dhe nuk kemi depozita. Por uji është i lidhur direkt ku në mes të shkretirës. Dhe e zem se është një rrogë, le të themi, për $400-500. Dhe ti nga këto $400-500 paguan 1 ose 2 euro në muaj, një herë në 2 muaj ose 1 euro në muaj, le të themi, për drita, ujë, gaz. Atëherë kjo është, le të themi, dhe çmimet e ushqimeve janë më të lira se në Shqipëri, shumë herë më të lira. Atëherë për të jetuar një jetë komode, që në dimër të jesh ngrohtë dhe në verë të jesh fresk, pra kushtet minimale të jetesës, le të themi, jo minimale, por janë dhe mjaft komode, për një jetë të qetë familjare, ku në çdo qytet ka me mira parqe, janë edhe mundësitë e biznesit janë më të shumta në Iran. Por unë personalisht zgjedh Shqipërinë. Pse? Pavarësisht faktit se ka mjaft vende që janë më të zhvilluara se Shqipëria, Shqipëria është vendi im. Tani ja vlen të sakrifikosh pak nga mirëqenia ekonomike për të jetuar në vendin tënd me njerëzit e tu të dashur dhe me ata që ndajnë të njëjtat ide me ty. Sepse është vendi ku jemi rritur dhe sado që mund të jetojmë, pra për çdo vit që jetojmë jashtë vendit ton, mendja na rritet vendit. Pra rritet familja, të afërmit, të miqt, të shokët. Pra sado që mund të jetosh në një vend, prapë i huaj je. Dhe kot nuk thot populli që guri është i rënd në vend të vet. Cila është ajo gjë që në media raportohet ndryshe dhe ju në Iran kur ishit atje keni parë ndryshe?
Tani jo shumë larg më brëme pat edhe një intervistë në Euronews, kur thjesht tregova atë që pash, që me sa duket ishte shumë kundër asaj që pas kanë thënë në mediat në vendin tonë, që unë nuk e di se nuk është e kam ndjekur shumë, po unë thjesht tregova atë që kisha parë edhe shumë prej atyre su pëlqeu, madje edhe me akuzuan edhe për propagandë. Tani ai që pash, me sa duket pas ka qenë e kundërt me atë që është thënë për mediat perëndimore. Tani unë s'e di se çfarë thuhet mediat perëndimore, se nuk e ndjek kështu se më intereson kjo gjë. Por që ka mjaft diferencë. Tani unë mundohem të them atë që kam parë. Tani se çfarë u pëlqen apo s'u pëlqen të tjerëve është punë e tyre. Thjesht atë që kam parë me atë që thuhet ndryshon shumë. Po cili është kontrasti, pra çfarë ke parë ti atje dhe kur e ke lexuar në mediat e huaj ose edhe ato shqiptare, ke thënë ore unë isha aty dhe është ndryshe nga ç'po e lexoj. Tani kontrasti është i tillë që atje nuk thuhet për shembull që janë vrarë policë, pra si filluan ngjarjet. Pra janë masakruar, janë vrarë policë nga njerëz të armatosur, madje edhe protestues nga këta njerëz të armatosur që ishin fshehur në mesin e protestuesve, ndërsa nga krau tjetër thuhet komplet që janë masakruar njerëzit. Tani janë dy gjëra që janë 180 gradë në kundërshtim me njëra tjetrën. Në fakt flitet për gati 60.000, mos gaboj, në shifra jo zyrtare që mund të jenë vrarë gjatë protestuesve. Ndërsa në Iran është thënë që kanë mbetur të vrarë 6.000 persona, jo 60.000, dhe ata kanë nxjerrë të gjithë me numër personal, me ID personale. Pra këta persona që kanë mbetur të vrarë, qoftë nga protestues, qoftë nga policë, i kanë nxjerrë me lajmërim shtetëror, me ID personale, me numër personal. Dhe kanë thënë që nëse pala tjetër pretendon që kanë vdekur pra 60.000 veta, le të sjellin faktet. Dhe gjë të tillë nuk kanë ndodhur. Pra kjo është diferenca që kam parë me gjërat që unë kam parë dhe kam dëgjuar. Eni, kush është problematika më e madhe sot për sot në Iran përveç luftës? Pra, po flasim për njerëzit e thjeshtë. Kur i takon, kur flet, kur bisedon, ka ndonjë gjë për të cilën po them janë të shqetësuar përveç të ardhmes së tyre si pasojë e luftës? Tani problemi kryesor me sa kam parë këto vite. Momentin e parë kur shkova në Iran kishte mirëqenie të lartë. Jashtëzakonisht të lartë, po flas për nivelin në Shqipëri. Se gjithë secili varet çfarë niveli ka, pasi nuk po flas për politikanët, apo ato që kanë rroga të larta. Po flas për një popull të zakonshëm. Dhe në vitet në vijim ka pasur një inflacion mjaft të madh. Dhe për shkak të këtij inflacioni ka pasur rënje të mirëqenies së popullsisë, rënje të mirëqenies së jetës. Dhe duke u përballur me kushte të tilla që për ne shqiptarët mund të jenë mjaft zakonshme, ndoshta edhe të mira, pra ata shikojnë disi ndryshe, ka pak kënaqësira, sepse në fakt janë një popull që janë mësuar të jenë në mirëqenie, s'u ka munguar gjë. Tani që janë gusht, ndjen, le të themi si pra duhet të lëvizin pak për të siguruar jetën. Dhe kjo ka bërë që të ketë pak kënaqësira. Pastaj ka shumë faktorë të tjerë të cilët ndikohen në çdo gjë. Pra nuk ka thjesht probleme ekonomike, ka individ të ndryshëm të cilët mund të bëjnë diçka që popullatës nuk i pëlqen. Edhe pastaj mund të bëhen interpretime apo edhe nxitje ndjenjash, të cilat e bën njeriu që të lëvizë në një orientim të caktuar politik.